Politika ka uruar festën e Pashkëve duke përcjell mesazhet e saj për më shumë harmoni dhe mirëkuptim. Deputeti Agron Çela në mesazhin e tij drejtuar besimtarëve të krishterë shkruan: Të nderuar banorë të qarkut të Shkodrës, në këtë festë të bekuar të Pashkëve, dua t'ju përcjell urimet më të përzemërta për paqe, mirësi dhe begati në familjet tuaja. Pashkët na kujtojnë fuqinë e shpresës, ringjalljes dhe besimit tek e mira. Le të frymëzohemi nga kjo ditë për të ndërtuar së bashku një shoqëri më të drejtë dhe më solidare dhe të bashkuar. Gëzuar Pashkët. Me respekt, Agron Çela, deputeti i qarkut Shkodër. Ndërkohë, krejt të veçanta këtë vit kanë qenë pritje të organizuara nga Kisha Katolike në Shkodër. Arqipesh Virimzo Giovanni Peragine zgjolli t'i bëjë bashkë në pritjet zyrtare, udhëheqësit fetar dhe përfaqësuesit politik, pasi në thelb Pashkët dhe çdo festë tjetër kanë brenda tyre mesazhin e bashkimit. Festën e Pashkëve është festa e shpresës, e besoj që të gjithë njerëzit, të gjithë, edhe ne që jemi këtu kemi nevojë për shpresë, secili prej nesh. Qyteti ynë, vendi ynë ka nevojë për shpresë, kemi nevojë të rilindemi prapë vazhdimisht. E secili prej nesh do të angazhohet në vendin e vet. Kisha besimet do të angazhohen në fushën e tyre, politikantë, autoritet kanë detyrën e tyre që një vend mund të rilindet. Do me thënë, kemi nevojë gjithmonë, kemi nevojë të rilindemi vazhdimisht. E kjo është urimi që vjen prej Krishtit, për ne të krishterë, që është i ringjallur, do me thënë ka kaluar nga vdekja në jetë, e jeta është me fort se vdekjen, do me thënë të miren do të fitojmë mbi të keqen. Përfaqësuesit politik uruan njëri pas tjetrit besimtarët katolik për festën e Pashkëve, duke u bashkuar në mesazhin që ka kjo ngjarje e rëndësishme për të krishterët. Ringjallja e Krishtit është një ngjarje me përmasa hynore të jashtëzakonshme, po ashtu një ngjarje e cila ka ndikuar të gjithë historinë e njerëzimit me mesazhet dhe simbolikën e saj dhe na kujton vazhdimisht që kohrat e vështira, cilat ne kalojmë, që e keqja kalohet dhe luftohet dhe pasaj nëpërmjet luftës që bën njeriu me ndihmën e Zotit vjen e mira dhe shpresa. Të ditë e ringjalljes, një urim të përzemërt për gjithë besimtarët katolikë dhe ortodoks në gjithë qarkun e Shkodrës. Le të jetë kjo ditë një ditë bashkimit, solidaritetit për gjithë shoqërinë tonë në mënyrë që gjithë ne të reflektojmë e të gjendemi pranë kryesisht të pamundërve. Gëzuar me shëndet Pashkë. Me shëndet Pashkë tonëve, kjo është këtë Pashkë të bardha moment reflektimi edhe dashnie për të tonë, sidomos për ne politikën që të sillim më të mirën për këtë vend. Gëzuar e me zemër të mirë. Të nderuar besimtarë të krishterë, më lejoni t'ju uroj nga zemra gëzuar Pashkën. Paqja që sjell kjo festë le të ndriçojë zemrat tuaja ashtu siç drita ndriçon errësirën. Le të rikthejmë së bashku besimin tek njëri tjetri, tek dashuria dhe tek fuqia për të ndryshuar për mirë. Uroj që kjo festë t'ju gjejë më të bashkuar, më të lumtur dhe më të buzëqeshur familjarisht. Gëzuar.